Mirdita të gjithëve, siç tani më është tradita e punës tonë në kuadër të kalendarit vjetor të grupit parlamentar, në fund të çdo muaji mbahet mbledhja e zgjeruar e grupit parlamentar bashkë me qeverinë për të evidentuar gjitha çështjet dhe gjitha hapat e bërë për gjatë muajit, që nga mbledhja e fundit e datës 16 janar ka qenë një punë intensive e qeverisë dhe e grupit parlamentar. Unë do të kem një raport më të zgjeruar për këtë pjesë lidhur me gjithçka është bërë, por në vijim të traditës, në këtë mbledhje kemi konsideruar pak më ndryshe krahasuar me mbledhjen e kaluar. Në rast se në mbledhjen e kaluar pati një raportim në nivel të kryetarëve të komisioneve, në këtë mbledhje kemi ndryshuar mënyrën e raportimit, do të jetë një raportim nga ministrat dhe sipas asaj që kemi vendosur si standard, pas një raportimi jo më të gjatë se 7 minuta, dhe ju kujtoj që do ta ndërpres fjalën në momentin që kalon në minutën e 8, do të kalojmë tek pyetjet jo më shumë se 2 minuta nga të gjithë anëtarët e grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Pa kaluar tek pjesa e raportimit ministrave, lejoni t'jap fjalën kryetarit të Partisë, kryeministrit Edi Rama. Përshëndetje, Mirdita, si që tha kryetari i grupit, sot jemi në këtë mbledhje të posaçme të fundmuajit, ku këtë radhë do të jetë qeveria që do të raportojë përpara grupit, dhe duke qenë se temat e posaçme që lidhen me çdo sektor do të trajtohen nga ministrat përkatës, unë dëshiroj të ndaj këtu me ju, duke përfituar dhe nga prania e publikut dhe veçanërisht e zgjedhësve tanë përmes mediave, opinionin që kam krijuar lidhur me situatën komplekse ku ndodhemi, jo thjesht ne, shumica e qeverisë po vendim sot. Pas një fitore historike të zgjedhjeve nga ana jonë, rreth 9 muaj më parë, pas çeljes së të gjithë kapitujve të negociatave të anëtarësimit në Bashkimin Evropian, në një kohë rekord për historinë e integrimit evropiane, si edhe pas zhvillimeve që lidhen sa me ecurinë dhe me fatin e reformës historike në drejtësi, aq edhe me rrugën e rritjes ekonomike, qëndrueshmërisë politike dhe shtetbërjes demokratike për Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian. Për hir të vërtetës, unë besoj që duhet të shohim së bashku se jemi në një udhkryq të ri. Ndërkohë që ekonomia vazhdon të ecë me ritmet e parashikuara, duke afirmuar një rritje të qëndrueshme e cila për nga kohëzgjatja e saj në harkun e këtyre 35 viteve është e pakrahasueshme me asnjë periudhë të mëparshme, ndërkohë që Shqipëria vazhdon të shkëlqejë ndërkombëtarisht si asnjëherë më parë, duke u vlerësuar dhe duke u respektuar në çdo forum dhe instancë të marrëdhënieve ndërkombëtare,
ndërkohë që projektet në zhvillim, në hartim e sipër apo në plan për të hartuar dhe zhvilluar në këtë mandat janë më të shumta dhe më domethënëse për nga impakti se kur më parë, udhkryqi ku ne ndodhemi sot paraqet sipas meje disa rreziqe, të cilat kërkojnë një kuptim të drejtë, një adresim të vendosur dhe një disiplinë të fortë nga ana jonë, dhe kur them nga ana jonë kam parasysh në radhë parë ne këtu deputete, ministra. Sepse përndryshe Shqipëria rrezikon të bëjë në vend numëro, duke humbur kohën më të çmuar dhe mundësitë më të mëdha që ka pasur ndonjëherë në dispozicion për të ngjitur më në fund aty ku prej dekadash, shekujsh e kërkon amaneti i Skënderbeu dhe Ismail Qemalit dhe ku patjetër e meritojnë fëmijët tanë dhe gjeneratat e tjera. Dhe çdo vend numëro për Shqipërinë sot është rënje e trendit të rritjes ekonomike dhe e fuqisë vendit nesër për të vazhduar të jetë tërheqës, të jetë dinamik dhe të jetë i respektuar ndërkombëtarisht. Rreziku që ne të bëhemi irrelevant është real. Dhe kur them ne, kam parasysh vendin tonë. Ndërkohë që jemi më relevant se asnjëherë dhe mund të bëhemi ende më relevant. Pse i them këto? Le ta nisim spari dhe si gjithnjë nga vetja, sepse e vërteta është që ky nuk është një udhkryq dilemash strategjike apo raportesh të ndryshuara të forcave, po është një udhkryq mjegullash, botë kuptimore dhe erërash artificiale, që rrezikojnë të na mpinë, na çorodisin dhe të na ngatrojnë pastaj me këmbët tona. Gjë që ka ndodhur më parë dhe u ka ndodhur më parë, jo vetëm këtu, po dhe në të tjera vende partive të mëdha, kur kanë ngatruar sensin e madhësisë dhe të forcës tyre me thellësinë e sfidave dhe peshën e përgjegjësisë tyre. Dhe sot po sprovohet faktikisht aftësia jonë udhëheqëse, pjekuria politike dhe shoqërore, e para e familjes sonë politike, po dhe e krejt vendit, pikërisht kur duhet të ngjitemi ende më lart. Dhe kur tani më diferencën midis pikës ku jemi dhe pikës ku duam të rrinë e bën çdo detaj dhe e bën çdo ditë në mënyra se si ne e shfrytëzojmë ditën. Nuk është e lehtë të ngjitesh nga një humner dhe të vish në një normalitet që ne e bëm me shumë vështirësi, por është ende më e vështirë që të ngjitesh më lart sot dhe po të shohësh edhe dinamikën dhe natyrën e sfidave në procesin negociatave, kjo bëhet edhe më evidente. Sepse çdo hap i ri vjen me një sfidë të re më komplekse se sa ajo më pashmja. Dhe për këtë duhet shumë përgatitje dhe shumë forcë. Gjithsesi, ajo që është më e rëndësishme është që në këtë udhkryq ne kemi fatmirësisht në dorë një busull që është e pagabueshme, që është Shqipëria në Bashkimin Evropian. Dhe sot
sot, në 26 shkurt, ne jemi më afër antarësimit, dhe këtë e them faktikisht, jo metaforikisht, se sa që ishim fjala vjen në 26 janar, apo lëre pastaj në 26 shtatorin apo tetorin e vitit shkuar. Dhe përsëris kjo nuk është letërsi, kjo është fakt, sepse e tillë është shpejtësia me cilën po ecim në atë proces, fal volumit madh të punës që po bëjmë së bashku. Sepse për shembull së bashku në fund të janarit, pas një pune e vërtet të jashtëzakonshme, kaluam në kuvend një masiv të tërë ligjesh dhe amendimesh që ishin kryekput të lidhura me pikërisht procesin në fjalë. Dhe të tjera masiv na presin më tutje. Aktualisht, tani që flasim, ne kemi arritur hyrjen në kapitullin e ri të procesit që është vlerësimi dhe pastaj marrja e dritës jeshile për ato që quhen pikat e ndërmjetme, të cilat janë sipas drejtuesve tona në këtë proces, një test i vështirësisë shumë të lartë dhe kërkoj një përgatitje shumë të lartë të vendit. Për të tjerët para nesh, për shembull, janë dashur edhe vite për të kaluar testin e piketave ndërmjetme. Për planin ton, ky test duhet kaluar në disa muaj. Dhe kjo do forcë. Dhe forcë në këtë rast do të thotë përqendrimi i të gjitha forcave në një drejtim. Unë jam besimplot që ne do ta kalojmë edhe këtë test dhe edhe pavarësisht shkopime në rrota dhe tymbit të bombave artizanale, dhe këtu se kam fjalën thjesht për ato që plasin rrugëve të dëshpërimit të pangushëllueshëm opozitar, po e kam për të gjitha ato bomba artizanale që plasin për ditë e për ditë, duke hedhur përpjet kapakët e 700 tenxhereve mediatike, të cilat e kanë kthyer Mexhelisin e Shqipërisë në pazarin më të neveritshëm të gënjeshtrave me lloj-lloj bishtash. E ka thënë populli, thonë, qyshse asnjë prej nesh s'kishte lindur akoma, se kur gënjeshtra ka bërë xhiron e botës, e vërteta s'ka veshur ende pantallonat. Po aso kohë populli s'kishte parë asgjë akoma, se s'kishte ardhur flama e kanaleve dhe portaleve të ujrave të zeza mediatike, kurse tenxherja e vetme mediatike ishte tellalli i qytetit. Ndërkohë që sot tellallët e gënjeshtrave me lloj-lloj bishtash janë pas çdo butoni që shtyp për të marrë vesh në një haber të ditës. Po ne s'kemi që t'i bëjmë as tellallhanes së madhe ku na e solli jeta të jetojmë, duke qenë në krye të vendit në një moment kyç të historisë së tij, as vrapit marrë të gënjeshtrave rreth botës, ndërkohë që në rrezik këtu është përqendrimi ynë në udhëheqjen e vendit. Prandaj duhet arrisim me çdo kusht përqendrimin në punët tona të mëdha dhe të vogla, të shtojmë forcat për t'i bërë sa më mirë dhe për t'i komunikuar sa më shumë, dhe të përpiqemi me edhe më shumë këmbgulje të vetë korrigjohemi dhe të përmirësohemi. Dhe këtu bujrum jepni idetë tuaja dhe ndërkohë le të debatojmë këtu së brendshmi, hapur, pa dorashka, përse si gjërat mund dhe duhen bërë më mirë në këtë drejtim, por pasi debatojmë dhe ndajmë me njëri tjetrin opinionet, duhet përqendrohemi në një pikë, në vetëm një pikë dhe asnjë pikë tjetër. Shqipërinë, Bashkimin Evropian në vitin 2030. Kur e lexojmë historinë
Ne jemi njerëz zakonshëm, ndërsa historia flet për njerëz të jashtëzakonshëm. Por edhe ata kur e kanë lexuar historinë përpara tyre kanë qenë njerëz zakonshëm. Dhe ka plot të tjerë njerëz zakonshëm që kanë pasur mundësi ta bëjnë historinë dhe nuk figurojnë në librat e historisë sepse nuk e kanë bërë të jashtëzakonshme që duhet për të bërë histori. Sot rruga e Shqipërisë dhe yjet që janë bashkuar bashkë kanë sjellë që ne të jemi me historinë në duart tona dhe ta shkruajmë me mendjen dhe me forcën tonë. Shqipëria në Bashkimin Evropian nuk është një tjetër etapë e zhvillimit të vendit. Shqipëria në Bashkimin Evropian është histori. Dhe pa diskutim që nuk është e lehtë përqendrohesh në kushtet kur përtej zhurmës përditshme dhe përnaçshme të bombave artizanale që plasin tenxhere, ka filluar edhe një lëvizje sportive prokurorësh lart e poshtë nëpër Shqipëri, të cilët janë turur në garën për mandatin e ardhshëm dhe të afërt të Spakut, duke prerë flet arreste në tufa për çështje që në rastin më të mirë nuk janë fare çështje penale, dhe në rastin më të keq, kudo në botën që na rrethon, hetohen në gjendje të lirë. Siç ishte rasti emblematik i Durrësit, ku vetëm prokurori mbeti pa i prerë vetes fletën e arrestit, ndërkohë që në dhjetra fletë të prera nuk u kursye as deri dhe një punonjëse model e shtetit, 5 vjet në luftë me kancerin dhe me një fëmijë 2 muajsh në gjë. Apo duke shpërndarë fletëthirrje për paraqitjen në prokurori në sasira që ngjanin biletave të teatrit, deri dhe për absurditete të skajshme, siç është një rast emblematik këtu në Tiranë, ku një ndërtues pa leje, pra që duhet të përgjigjej përpara drejtësisë, dhe cilit i është konfiskuar ndërtimi për të strehuar aty brenda një agjenci shtetërore, ka gjetur rrugën e prokurorisë për të kallëzuar shtetin. Dhe prokuroria ka hapur çështje penale për punonjësit e shtetit që bën procesin për të futur agjencinë e shtetit në godinën e ndërtuar pa leje. Tani, me siguri, do thonë që sapo kam ndërhyrë në punë të drejtësisë. Por në asnjë mënyrë jo. Unë këtu sot do them vetëm një të një mitë në atyre që kam në fakt për të thënë, për ndërhyrjet jo vetëm të pajustifikueshme, po dhe të panevojshme, të gjyqësorit në punët e ekzekutivit dhe të legislativit bashkë. Të pajustifikueshme sepse shteti ka 3 pushtete të pavarur nga njëri tjetri, dhe nëse njëri prej tyre hyn në punë të tjetrit, shteti nuk funksionon si duhet. Kjo vlen kur pushteti ekzekutiv ndërhyn në punë të pushtetit gjyqësor dhe po njësoj vlen kur pushteti gjyqësor ndërhyn në punët e pushtetit ekzekutiv. Dhe do ta shpjegoj më pas çfarë kam parasysh. Por përpara do të them që pikërisht sepse ne e besojmë që kur kushtetuta demokratike e Republikës Shqipërisë dhe të gjitha kushtetutat demokratike të Europës ku duan të bëjnë pjesë thonë se
ka 3 pushtete të pavarura dhe këto 3 pushtete të pavarura nuk mund të jenë në letër siç ishin deri përpara se sa ne të bënim gjithçka kemi bërë, po duhet të jenë realitet. Kjo parti, kjo shumicë qeverisëse, i hyri detit në këmbë. Dhe pas 100 e kusur vjetësh shtet shqiptar, ne i dham pavarësinë reale pushtetit gjyqësor. Prandaj dhe unë, që e kam udhëhequr kokëforcisht partinë dhe këtë shumicë në rrugën e përpjet për pavarësimin e gjyqësorit, nuk bëhem kur pishman. Pavarësisht lloj-lloj bombash artizanale që kurdisen nga lloj-lloj prokurorësh e gjykatësish, lart e poshtë nëpër Shqipëri, të cilët shija e pavarësisë reale i deh. U mjegullon arsyen, u erson syt dhe i nis në drejtime që të cënojnë pavarësinë e pushteteve tjera. Duke i bërë minimalisht shkelës të lirive dhe drejtave të njerëzit, se maksimalisht ka ende shumë më keq, po unë nuk do zgjatem këtu. Dhe prandaj dhe sot rreziku i udhkryqit të mjegullt në këtë aspekt nuk është që ekzekutivi apo legislativi të cënojë pavarësinë e gjyqësorit, po është që gjyqësori të gjymtoj jo thjesht pavarësinë e dy të tjerëve, por aftësinë e dy të tjerëve për të funksionuar. Dhe kjo ka ndodhur në vende të tjera. Nuk është diçka e panjohur në historinë e zhvillimeve të drejtësisë, por kjo nuk mund të ndodhi në këtë vend, sepse ky vend që është në ngjitje të vazhdueshme nuk e ka në asnjë mënyrë luksin të frenohet e jo më pastaj të ribjerë aty ku ishte. Çfarë është përveç se ndërhyrje brutale në territorin e pushteteve të tjera, pezullimi i ministrit nga një prokuror dhe gjykatës me vendim të një seance paraprake pa gjyq i pandodhur në historinë e botës. Çfarë është përveç se ndërhyrje gjymtuese në territorin e pushtetit legjislativ, përpjekja e një shoqate përfaqësuesish të gjyqësorit për të rritur pagat e veta me gjyq, që kur në historinë e republikave me 3 pushtete, pushteti gjyqësor llogarit paga dhe përcakton politikat e pagave apo të taksave të një vendi. Çfarë është rasti më i fundit? Përveç se ndërhyrje në territorin e pushtetit legjislativ, vendimi i gjykatës kushtetuese për se si parlamenti ka vendosur të ndaj komisionet parlamentare. Hapu dhe, i thonë kësaj. Por shpresa është që kjo fazë të jetë kalimtare. Dhe kuturisjet e përsëritura jashtë kornizës kushtetuese dhe ligjore të përfaqësuesve të pushtetit pavarur gjyqësor të fashiten, sepse në të kundërt as do të kemi dot një gjyqësor jo vetëm të pavarur, po dhe domosdoshmërisht të paanshëm dhe profesional, po as do të kemi dot një shtet funksional, një administratë publike e cila t'jap më të mirën e vet për performancën e shtetit, pa pasur frikë të marrë vendime deri dhe për blerjen e letrës higjienike
Ky është fakt dhe është një nga mira faktet që mund t'jap, po e zgjodha Enkas sepse është më tragjikomiku i zinxhirit kilometrik të fakteve të prodhuara nga frika. Po as do të kemi dot një sipërmarrje lirë në punën e vet dhe larg qoftë deri dhe një konsumator të shliruar nga frika se mund të bjerë në sy. E përsëris, këto janë leksione që vendet e tjera i kanë nxjerrë me vonesa të caktuara. Ne nuk kemi luksin dhe Shqipëria nuk e ka luksin të vënohet për t'i nxjerrë këto mësime. Dhe këto rreziqe janë serioze, nuk janë imagjinare. Prandaj duhen marrë në konsiderat nga të gjithë sa nuk e kanë prekur palcën e zhvillimit ekonomik dhe social të vendit, siç ka ndodhur gjetk, kur antikorrupsioni është bërë një kur më e dëmshme se sa vetë smundja e korrupsionit. Dhe ka mira, në mos miliona, po mira, studime, libra, doktoratura për këtë temë. Por ndërkohë unë personalisht qëndroj me shpresë dhe me besim. Dhe përpiqem t'i ushqej me këtë shpresë shumë partizan të zhgënjyer të reformës në drejtësi, sepse për i vërtetës gjithmonë më të shumta janë rastet e pajustifikueshme të brutalitetit, sa të pajustifikueshëm aq dhe të panevojshëm të prokurorëve, po edhe të gjyqtarëve. Këta të fundit për shembull kanë arritur maja që habisin edhe mbështetësit më të verbër anglisht folës të këtij qyteti, të reformës në drejtësi dhe të gjyqtarëve të prokurorëve, të cilët kur dëgjojnë që një gjykatës i thot prokurorit, rëndoje dorën se e ke të lehtë akuzën, apo një tjetër gjykatës në apel i jep ankusit një dënim edhe më të rëndë se sa ai që kishte në shkallën e parë, këta kujtojnë anglisht folësit se këto janë bomba artizanale të propagandës qeveritare. Këto janë fakte. Fakte të tmerrshme. Por halli më i madh është se nuk ka asnjë reflektim të dukshëm në horizontin e pushtetit gjyqësor. Dhe këtë perceptim shqetësues ma përcon një fakt, për mua shumë domethënës, që kur unë ngre shqetësime të saj natyre, këshillat e prokurorisë dhe gjyqësorit, sipas rastit, më ngjeshin si pull poste mbi fjalët e mia, ca deklarata nervoze, si ato të njerëzve që një daull e dasme ju prish gjumin e drekës, me ca thirrje bajate për aktorët politik që të mos i bëjnë presion drejtësisë, bla, bla, bla. Pavarësisht faktit që unë nuk jam aktorët politik, po jam kryeministri, i dal nga një votë popullore që i dha Partisë Socialiste një shumicë të hatashme prej 83 mandatesh, ndërkohë që kjo parti nuk e ka një konkurrent në historinë botërore si faktori i qeverisës më mbështetës i pavarësisë drejtësisë dhe faktori më i heshtur politik ndaj fajeve dhe gafave të drejtësisë së pavarësuar, në thelb unë ngre probleme serioze me të cilat duhen të merren në fakt pikërisht hartuesit e atyre deklaratave të kota. Dhe para se të shkruajnë me kollajllëkun më të madh fjalën presion, është fjalë shumë e madhe fjala presion, për mbështetësin më të madh të pavarësisë tyre, që jam unë këtu personalisht, mirë është ta kujtojnë se ku ishin fshehur eksaktësisht kur Pararsi e ngrinte, puqiste dhe e ulte lavire prokurorën e përgjithshme. Ose nëse ju vjen zor ta kujtojnë
se ku mund t'jemi fshehur, apo aq më keq juve dhe mendja ta quajnë të panevojshëm për kujtesën e tyre këtë detaj se helbete iku ajo kohë dhe tani po hym në Europë, letë mos e harrojnë se tani, sot, në këtë kohë, ati që su bët dot pasarësi im, pasi ishte pararësi im, nuk ja artikulojnë dot jo një deklarat, po gjysmë llafi, edhe pasi telde i lexon librin e shtëpisë, prokurori ton më kurajos, mu tek dera e spakut. Prandaj, u sugjeroj të merren me mesazhin, jo me mesazherin. Se paguhen si frëngu pulën nga taksat e shqiptarëve bashkë me 500 sekretarë dhe këshilltarë të tyre që të qeverisin sistemin e ri të drejtësisë, jo që të ankohen për ndërhyrje dhe për presione inekzistente. Nga unë, që u kam dorëzuar shpatën e drejtësisë pavarur, e cila rrinte në zyrën time që nga viti 1912. Kur nuk do ndërhyjmë ne në çështjet që i takojnë drejtësisë. Kur, po të drejtat dhe liritë e njeriut. Siguria juridike e qytetarëve e punonjësve të shtetit apo e sipërmarrësve. Garancitë e procesit të rregullt ligjor dhe me radhë nuk janë çështje që i takojnë vetëm prokurorëve dhe gjykatësve apo thjesht pushtetit gjyqësor, po janë çështje që lidhen me funksionimin demokratik të shtetit shqiptar dhe me jetën e njerëzve të këtij vendi që i takojnë çdo qytetari i këtij vendi e jo më pastaj të zgjedhurve nga qytetarët e këtij vendi. Kur unë të hyj në meritën e ndonjë çështje, përsa kohë çështja është në gjykim, atëherë, hajde, mund ta diskutojmë. Po kur unë ngre zërin se më vjen turp, pasi lexoj raportin alarmant të Këshillit të Europës për nivelin skandalos të paraburgimeve, të burgosurve pa gjyq në Shqipëri, dhe nga ana tjetër këshillat në fjalë nuk bëjnë asgjë për ta trajtuar atë raport me seriozitetin maksimal dhe për ta shtruar këtë problem minimalisht me të njëjtin alarm që e shtrojnë disa të huaj atje në Strasburg, përkundrazi. E vetmja gjë që i bën të ndjehen se ekzistojnë janë deklaratat për mua, atëherë kjo është për të vënë duart në kokë. Po halli i vërtet tu është se po bëhen casi shumë këto arsyet për të vënë duart në kokë. Se fjala vjen, deklaratat e prishje gjumit të këshillave janë lule para atij çarçafit që nxorri ajo shoqata rrogaritse e gjykatësve. Një fletrufe e vërtet, të cilën do ta kishte lexuar jo vetëm me ton dramatik, po me bindje plot politike, edhe vetë heroina e telenovelës Rruga e Shpresës, Albana Bulku. Ndërkohë që unë vura alarmin si kryeministri i Shqipërisë për gropën që shoqata në fjalë donte të hapte në buxhetin e shtetit duke i rritur rrogat vetes me gjyq dhe pa drejtësisht. Dhe halli i halleve pastaj është se duart ne këtu nuk i kemi për t'i vënë kokë, po për të hapur rrugën e Shqipërisë 2030 në Bashkimin Evropian me një shumicë parlamentare prej 83 deputetësh dhe po e përsëris, që ta dëgjojnë gjithë se ndoshta nuk e kanë mirë parasysh. Dhe këtë shumicë ky popull na ka vënë dispozicion që të përveshim mëngët dhe të mos ndalemi, duke na hequr dhe çdo lloj alibie të mundshme për çdo lloj vendnumëroje. Prandaj ka shumë rëndësi që njerëzit e sistemit të drejtësisë jo vetëm ta kryejnë punën e tyre të patrazuar
gjë për të cilën mbështetja jonë s'ka munguar dhe s'do mungoj asnjëherë, të paktën derisa unë t'jam këtu në krye të kësaj shumice, por edhe të përpiqen t'i marrin shqetësimet e shprehura publikisht nga ana ime si shqetësime në interes të shtetit, jo të pushtetit që ne përfaqësojmë. Them nga ana ime, pasi pakti ynë i brendshëm këtu në këtë grup është që askush nuk duhet merret me gafat dhe lajthitë e drejtësisë së re, sepse pikërisht qëllimi ynë si forca udhëheqëse e reformës në drejtësi nuk është të bëjmë presion, po të kërkojmë mirë kuptim për gjërat që nuk shkojnë, apo ende më keq që shkojnë aq keq sa e dëmtojnë kauzën e përbashkët për shtetin ligjor demokratik të shqiptarëve. Fola më lart për lajthitjet pa justifikueshme, po dhe të panevojshme. Të panevojshme totalisht, sepse askush nuk ka ngritur dhe nuk do të ngrejë në emër të kësaj shumice qeverisëse asnjë pretendim që pengon hetimet nga ana e prokurorive për çdo qoftë. Edhe pse kjo alibia e pengimit të hetimeve ka arritur në kulme të një absurditeti që do t'ishte për të qeshur, po t'ishte skeç i vitit 3, po është për të qarë, për të vënë kujën, për të vënë ulërimën, kur paketohet si kërkesë për arrest, me ca argumenta që i thonë logjikës mbyllë gojën se të futa brenda. Cila është nevoja? Çfarë justifikon? Një kuturisje të marrë për të bërë 40 kontrolle banesash në ditën e vigjiljes së vitit 3 për një çështje të regjistruar para 5 vjetësh. Jo vetëm duke i trajtuar punonjësit e administratës, si të ishin ndonjë organizatë kriminale, për të mbledhur e tëra njëkohësisht në burg, po dhe duke përcjell në tërë tenxherët e Shqipërisë haberin që s'ka asgjë të gëzueshme për një ditë thuajse të shenjtë në mbar globin, ku tërë bota arrin shtëpi me familje dhe me fëmijët. Shteti ligjor nuk është shtet policor, dhe rendi ligjor demokratik nuk është rend antinjerëzor, as për kriminalët më të mëdhenj, jo më për punonjësit e administratës publike, e cila është kapitali i vyer njerëzor i një shteti. Dhe jo më kot në shtyllat themelore të procesit të negociatave, krahas forcimit të drejtësisë, është dhe forcimi i administratës publike. Drejtësia dhe administrata publike nuk janë në dy barikada përballë njëra tjetrës. Po si mund të forcohet administrata publike nëse çdo punonjës i saj prezumohet i fajshëm dhe trajtohet si i tillë, duke i shkuar në banesë për kontroll ditën e fundit të vitit, apo deri duke thirrur në prokurori për t'i kërkuar të pranojë faje që nuk i ka bërë, me presion, ai është presion. Sepse duhet i inkriminuar me patjetër dikush tjetër. A thua se njerëzit janë statistika dhe lëkura e tyre është asfalt që duhet shtruar për të kryer planin 3 mujor të prokurorive. Po ç'është ky hall që thirren njerëzit nga puna me tufa në orar të punës? Dhe mbahen atje me orë të tëra pa pyetur një herë, more, keni ndonjë punë ju? Keni ndonjë mbledhje ju? Keni ndonjë afat ju? Se për të njëjtin shtet punojmë? Dhe thirren dhe deri kur në fakt duhet jenë në krye detyrës në fronte emergjencash natyrore. A thua se në këtë vend vetëm prokurorët punojnë për shtetin, ndërsa tjerët punojnë vetëm për planin e hetimeve dhe të arrestimeve të prokurorëve. E kam thënë dhe herë tjera,
dua ta përsëris. Unë personalisht kam pasur shumë rezerva për administratën tonë publike dhe kam qenë edhe unë vetë viktim e të njëjtit perceptim që për shembull është për spitalet. Sipas cilit në spitalet tona të lënë të vdesësh, po nuk dhe lek. Po perceptimin për spitalet e kam rrëzuar sepse i kam vizituar vetë, i kam parë vetë të gjitha transformimet që kemi bërë dhe i kam dëgjuar vetë njerëzit, jo me kamera, pa kamera. Ndërsa këtë perceptim për administratën e kisha dhe unë goxha të rezervuar për të thënë me fjalë të buta. Mirë po, dhe kaq të rezervuar e kisha se janë dëshmitar të gjithë kolegët që kanë qenë së bashku me mua në atë periudhë në qeveri, kur thosha mirë më mirë do t'i hapim negociatat. Po kur t'i hapim ç'do bëjmë? Si do përballojmë ne me këtë administratë? Ata peshkaqenët atje që janë të rrahur në të gjitha llojet e dallgëve dhe që kanë negociuar me vende shumë më të mëdha se sa ne. Dhe u deshën pikërisht muajt e procesit screening përpara fillimit zyrtar të uljes në tryezë për negociatat, që unë të filloja të shikoja tek administrata jo problemin, po zgjidhjen e shumë problemeve. Përtej faktit që dhe administrata, si çdo pjesë tjetër e shoqërisë sonë, ka problemet e veta, ka dhe individët e padenj. Dhe kur fillova të dëgjoj nga kryeministri i Hollandës, krejt jashtë kontekstit në një takim ndërkombëtar, Edi dëgjoj fjalë të jashtëzakonshme për skuadrën tuaj negociatore. Bravo. Nga kryeministri i Danimarkës, Edi, Ministri i Jashtëm më thotë që skuadra juaj negociatore po i zhgënjen të gjithë në kuptimin pozitiv, sepse pristin diçka tjetër. Dhe pastaj kur i takova vetë, 1000 vetë, jo 1 e 2, se ne kemi drejtues të shkëlqyer të procesit, po procesi ka 1000 vetë. Tani, kur mendoj për ata 1000 vetë, e konsideroj të tmerrshme që në shpirtin e tyre të ketë frikë, frika irracionale se po na vinë, kot, pa lidhje. Kam folur edhe më parë për Akshin, edhe për drejtorën e Akshit, e cila sot e gjithë ditën ndodhet në arrest shtëpie. Nuk duhet të them asnjë fjalë për përmbajtjen e çështjes. Po ditë të një gjë që ky shtet nuk mund të jetë vendi ku një institucion krenarie kombëtare si Akshi, i ngritur me vite dhe i duartrokitur edhe ndërkombëtarisht, të bëhet shesh për të mbytur psikologjikisht inxhinier dhe inxhiniere, vajza e djem, që me në krye drejtorën e atij institucioni, kanë punuar pa orar, duke bërë puna me një vlerë të jashtëzakonshme. Çfarë duhet të them me këtë? Me që janë bërë të gjitha këto, atëherë nuk duhet hetuar, jo në asnjë mënyrë. E kundërta është e vërtet. Të dyja duhen bërë. Dhe të dyja mund të bëhen. Njerëzit kanë të drejtën të prezumohen të pafajshëm dhe t'u jepet mundësia që të hetohen si njerëz të pafajshëm, deri kur të provohet ose jo fajësia e tyre. Është shumë e thjeshtë. Po sikur Lina Kaçanaj të jetë krejt e pafajshme.
dhe jo një kriminele, pjesë e një grupi të strukturuar, si personazhi që ka krijuar për të nguti, për të arrestuar dhe për ta masakruar me bomba artizanale, tenxhere më tenxhere, duke i vënë në kurriz vila dhe makina, ndërkohë që jeton në shtëpi me qera, dhe që, siç mora vesh, as nuk e ngjet makinën, dhe s'ka një tillë. Çfarë fiton pastaj shteti dhe çfarë mesazhi marrin ata që duan të kontribuojnë për këtë shtet? Se këtu flasim për shtetin. Për si shteti i garanton të gjithëve lirinë, të drejtën e punës dhe të drejtën e të marrjes vendimeve. Dhe natyrisht garanton të gjithë që cilido që me vendimet e veta realizon qëllime të fshehura, nuk është në asnjë mënyrë i pandëshkueshëm. Po sikur drejtori i keshit, një tjetër specialist që e kam njohur personalisht dhe menaxher me vlera i këtij shteti. Prej muajsh dhe ai në arrest shtëpie, për arsye që janë krejt paqarta për të vërtetës, tjetër i pafajshëm. Kush fitoi dhe kush humbi në këtë mes? Po sikur e njëjta gjë tjetër vërtet dhe për të tërë të tjerët. Për 58% të njerëzve që sot janë në përburgje dhe që nuk ju është bërë gjyqi. Se çdo kush është i pafajshëm derisa nuk provohet fajtor në çdo shkallë të gjykimit apo jo. Çfarë ndodh sikur të jetë vërtet? Po nga plot të pafajshmit tani që kanë kaluar eksperienca traumatike me prokurorinë e pavarur, kanë mbaruar punë, kanë dalë pafajshëm, ku janë sot? E dini ku janë? Një pjesë e madhe e tyre e kanë lënë punën në shtet. Ose vazhdojnë, po gëzojnë një status të vetë fituar dhe të vetë pranuar nga tjerët. Nuk firmosin më, asnjë cop letër. Nga frika. Disa kurohen nga psikologët. Çka ka fituar këtu drejtësia dhe çka ka fituar ky shtet që për jetë vërtetës nuk i ka burimet njerëzore sa të Kinës, po i ka të kursyra. Dhe duhet bëjmë më të mirën që ti menaxhoj me sa më shumë kujdes dhe me sa më shumë dinjitet. Dhe këto pyetje duhet ja bëjmë vetes njerëz të drejtësisë, të cilët pavarësia e dhuruar nga pikërisht pushteti legislativ dhe pushteti ekzekutiv do t'i bëj shumë më të vetëdijshëm për dëmet që mund të bëj fuqia e tyre e pa kontrolluar nga njeriu brenda tyre. Nga egoja, ambicia dhe të gjitha ato ndjesi tjera që të gjithë njerëzit i kemi, por që tek dikush që merret me jetën e tjerëve janë për t'u frenuar sa më shumë. Fuqia e tyre e pa kontrolluar nga prindi brenda tyre, nga vllai dhe motra brenda tyre, nga familjari dhe qytetari brenda tyre. Mos i bëj dikujt atë që nuk do që të tjerët të ta bëjnë ty, thonë librat e shenjtë. Dhe kjo do të jetë devizë çdo njeriu që ka pushtetin të
lëndoj apo të ngrej lart jetën e dikujt tjetër. Jo për të mbyllur syt para provave të fajt, në asnjë mënyrë jo, po për t'i hapur syt katër që fajt mos jetë për askënd fat i paracaktuar nga dora dhe egoja e tyre. Dhe të mos e harrojnë atë postulatin e famshëm, më mirë 100 fajtor jashtë se sa një i pafajshëm prapa hekurave. Kur grupi ynë i punës që po punon me ekspertët e Ministrive të Drejtësisë të Italisë dhe të Francës për reflektimin mbi procedurat tona penale, vurin tavolin një pikë të caktuar për diskutim, profesoresha e njohur që është në anën e palës franceze, tha diçka që unë duhet ta ndaj publikisht me ju këtu, e kam ndarë me disa për jush. Me sa kam lexuar dhe mësuar deri tani, tha, ju në Shqipëri nuk niseni nga liria kur mendoni për drejtësinë, por niseni nga heqja e lirisë. Dhe ky është një problem shumë i madh që shkon përtej kodave dhe ligjeve të shkruara. Ndërkohë, tha, kodet, edhe kodi penal, shkruhet për të garantuar lirinë, jo heqjen e lirisë. Dhe heqja e lirisë është funksion i garantimit të lirisë. Dhe ne këtu, dhe kaloj në një pikë tjetër, grupi udhëheqës dhe qeverisë i këtij vendi jetojnë brenda një paradoksit madh. Sa të padrejtë dhe dhimbshëm, aq dhe të pashmangshëm për jetë vërtetës. Dhe ky është një tjetër rrezik i këtij udhkryqi, nëse ne nuk e lexojmë, nuk e trajtojmë si duhet dhe nuk distancohemi që të gjithë sa duhet. Ne e deshëm reformën drejtësi, qysh se ishim në opozit. Dhe e bëm kur erdhëm pushtet, madje duke treguar dhe gatishmëri plot për ta hedhur në erë qeverinë e koalicionit asaj kohe, nëse aleati ynë i mandatit të parë nuk do të na ndiqte deri në fund. Dhe ky është fakt. Kush tregon një histori tjetër nuk tregon të vërtetën. Patjetër që aleati dhe kundërshtarët e tjerë të reformës u rreshtuan nën trysninë e asaj që quhet rruga e Elbasanit. Edhe këtë e dim. Por, për sa na takonte neve, ne ishim ata që projektuam dhe e diktuam rreshtin. Pa na e diktuar dhe pa na trysnuar askush, sepse nëse s'do kishte një kal që të tërhiqte karrocën, ata ndash të rrugës Elbasanit e ndash të rrugës Durrës Bari Brindisi, nuk kishin nga dha shpiknin kalin, se këtu ishin që nga viti 1991. Dhe pa diskutim që ne e bëm këtë me vetdije të plot. Edhe për ato që do vinte. Të paktën unë personalisht nuk e kam imagjinuar as si fasad dhe as si një shëtitje në park reformën drejtësi, përkundrazi, e kam ditur që do të vinte me gjak nga yni dhe me balt mbi ne. Sepse ishte një përpjekje e vërtet për ta dorëzuar shpatën e pushtetit të drejtësisë në duart e njerëzve të drejtësisë dhe ajo shpatë në duart e një pushteti që nuk do ishte më në kontrollin ton, për të punuar do kërkonte kokat tona. Kështu funksionon. Dhe për ta marrë me mend këtë, nuk ishte nevojë të ishe as profet, as fallxhor. Po mjafton të ishe një lexues kurioz i historisë së revolucioneve të drejtësisë në vende të tjera. Përmbysja që ne i bëm sistemit të vjetër të drejtësisë ishte revolucionare. Për pavarësinë e drejtësisë. Dhe tani po jetojmë një periudhë ethesh revolucionare të një drejtësie të re dhe të pavarur, që pikërisht pse është shumë e re, nuk është as e paanshme, as profesionale.
Nëse do të bëja një krahasim, çdo krahasim çalon, drejtësia sot është si qeveria shqiptare e vitit 1992. Fuqi e madhe politike, traditë demokratike 0 nga 1/10 dhe autokontroll që varion nga 0 në 4, po që mbetet prap në notën kaluese, po të kesh parasysh se po sipas Këshillit të Evropës jemi jo vetëm vendi me shifrën më alarmante të paraburgimit në kontinent, po jemi të dytët vetëm pas Rusisë për raportin mes dënimeve dhe pafajësive. Dhe me një diferencë shumë të sikletshme edhe nga rajoni ynë këtu, nga gjithë të tjerë këtu, me cilët jemi paka shumë njësoj, në të gjitha aspektet. Po ku është paradoksi shumë i madh? Sa i padrejtë dhe i dhimbshëm, aq dhe i pashmangshëm. Sa e thjesht aq edhe për të qarë hallin që s'pres në fakt na i qaj askush. Paradoksi është se ndërkohë që fal nesh nën hudheqjen e deri dhe me lëkurën tonë, po bëhet në Shqipëri ky transformim i cili do të hyjë në histori si një transformim epokal, me një drejtësi të re dhe të pavarur, me të gjitha dobësitë dhe lajthitjet e veta të natyrshme për moshën fare të re që ka, por që e ka marrë shpatën e luftës kundër korrupsionit dhe të krimit të organizuar me bekimin ton, qeveria jon goditet pa pushim si më e korruptuara dhe Shqipëria baltoset pa pushim si më e kriminalizuara. Shikojeni se si u turin tenxheret që prokuroria nuk i heton, edhe pse i ka prej kohësh dosjet atje për pastrim parash dhe për evazion fiskal, me fakte dhe të nënshkruara nga autoritetet e të njëjtit shtet. Po si mundet? Si justifikohet? Si gëlltitet? Kjo burracakrie e neveritshme prej trimash që bëjnë shpatarin e verbër me punonjësit e shtetit dhe me politikanët e Partisë Socialiste. Për gjithë farloj çështjes dhe akuzash, që shkojnë nga ato serioze deri tek shpërdorimet imagjinare të detyrave të punonjësve të administratës dhe friken si pula nga dy uturakët më të mëdhenj të pazarit mediatik të Shqipërisë, të cilët nga ana e tyre bombardojnë publikun me jashtënxjerrjet e lloj-lloj personazhesh antikorrupsion në ekran dhe me parat zezë në dorë pasi mbaron bombardimi, ndërkohë që dosjet me të gjitha faktet për riciklimin e paras pist dhe për evazionin e tyre fiskal janë në prokurori prej vitesh. Dhe këta të parave të zeza në dorë arrin të teorizojnë se si duhet djegur Shqipëria për të shpëtuar nga unë dhe nga ju, apo të tregojnë se si me korrupsionin tim unë kam korruptuar dhe Komisionin Evropian, që Komisioni Evropian të mos bëhet si uturakët ku ata jashtënxjerrin gjithë vrerin e tyre. Po ja që fatmirësisht Komisioni Evropian shikon faktet, lexon shifrat, kupton të dhënat e transformimit dhe luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, nuk e sheh as përmes avujve të tenxhereve dhe as përmes fjalëve të pasionit tim. Për Shqipërinë Evropiane me rend ligjor demokratik, po i vlerëson lart arritjet tona në tërësi apo punën e SPAK-ut në veçanti. Se që t'jemi të qartë, sa thash më lart, e sa do them më pas, për çka u shkon me prokurorit, pa përjashtuar edhe SPAK-un që ka kusuret e veta, siç kemi dhe ne kusuret tona, nuk ka diskutim për mua
që sot jemi në një pozicion tjetër në raport me të ardhmen, falë pikërisht edhe Spakut. Nuk besoj se unë kam një konkurent për numrin e fjalëve inkurajuese që kam thënë. Qoftë për Spakun, qoftë për drejtuesin e mëparshëm, shpresoj dhe drejtuesi i ri të meritoj të njëjtat fjalë. Prandaj uroj shumë që dhe fjalët po aq sinqerta për çfarë nuk shkon, që e përsëris, nuk janë fjalët e mia si qytetar privat, po janë fjalët e mia si kryeministri i një vendi që nuk mundet dot të paguaj çmimet që kanë paguar të tjera vende, kur kura është bërë më e rrezikshme se smundja, ti marrin këto fjalë si inkurajim për t'u përmirësuar, për t'u bërë më të përgjegjshëm raport me liritë e njerëzve dhe të drejtat e tyre, si dhe më të vetëdijshëm për sfidën e madhe të rritjes profesionale e mbi të gjitha gjykatësit e këtij vendi të kuptojnë se të jesh gjykatës do të thotë të jesh i paanshëm, jo thjesht i pavarur. I pavarur dhe i anshëm është një tmerr. Për këdo. Çfarë mund të presi njëra palë nga gjykatësi, kur gjykatësi bëhet palë me akuzën dhe i kërkon akuzës të rëndojë pozitën e palës tjetër. Do të thotë që nuk është më një gjyq me gjykatës. Është një përballje e kotë midis një njeriu që s'ka asgjë në dorë dhe një forcë të verbër të një pushteti që i ka të gjitha në dorë. Përfshirë edhe për të paracaktuar fatin e jetës tij. Por duke u kthyer tek paradoksi, dua të ndaj me qetësi 2-3 fakte. Për gjithë ata që duan të dëgjojnë natyrisht se mua më duket se sikur nuk shkon që sa më shumë u luftoka korrupsioni, aq më shumë korrupsion paska. Dhe për më tepër pastaj për të dhënë për të gjithë ata që na kanë zgjedhur në radh parë një pasqyrë për të parë realitetin përtej tymit bombave artizanale të 700 tenxherave. Në historinë e prokurorisë së posaçme ka vetëm 10 akuza për korrupsion. 10. Në gjithë historinë. 16 për shpërdorim detyre. Tani shifrat mund të variojnë me pak, sepse për fat keq nuk janë të gjitha të publikuara në mënyrë transparente. Këto janë shifrat të Ministrisë Drejtësisë. Dhe rreth 15 raste për pabarazi në tendera dhe në ankande publike. 10 për korrupsion. Flas akuza, flas dënime. Tani, çfarë është e rëndësishme në këto dëna? 85% e rasteve i përkasin mandatit të parë dhe të dytë. Pra, një logjike thjesht të thotë që nuk është se sa më shumë ne rrim në qeveri, aq më shumë ka korrupsion, po sa më shumë ne jemi në qeveri, aq më shumë luftohet me korrupsionin. Dhe sa më shumë jemi në qeveri, aq më shumë janë edhe rastet të cilat dalin nga varret e të shkuarës. Përtej paradoksit, dhe këtë sfrit do të pa e thënë jashtë tekstit, që 4 varre të vrarësh janë ende në kërkim të drejtësisë, po nuk kanë ngut as për të bërë kontrolle banesash,
që s'ka nevojë të bëhen në këtë rast, as për të ngritur akuzë, për arsye që gjithkush mund i marrë me mend në mënyrën e vet, por ne nuk i dim faktikisht cilat janë. Tani, ky është një fakt. Një fakt tjetër është që Shqipëria renditet nga Komisioni Evropian, jo nga ne, në vendin e parë në rajon për prokurimet publike, për integritetin e prokurimet publike, me diferencë nga vendi i dytë, që do thotë që ka më pak korrupsion, jo më shumë. E treta është Shqipëria i Albanias që i ka kursyer shqiptarëve sipas një konsulenti ndërkombëtar që ne morëm disa kohë parë për të bërë një audit të rezultateve, një radhë të gjatë sa 22.000 rrotullime rreth tokës. Rrotullime rreth tokës. Dhe thuajse 1 miliard euro nga xhepi për të gjitha llojet e situatave. Do thotë që ka më pak korrupsion, jo më shumë. Po ka një fakt tjetër që ushqen fuqishëm paradoksin. Raste akuzash për korrupsion mund të jenë vërtet 10 në total, ku këtu përfshihen jo thjesht antar qeverie, po dhe kryetar bashkie, po edhe drejtor të lartë, 10. Po emisione, lajme, postime në të 700 tenxheret e poteres madhe, politike, mediatike, mund të jenë 10 milion. Vetëm në tenxherën e Blendi Fevziut, që me madhsinë e vet më thith edhe mua ndonjëherë, mund të jenë bërë 1000 emisione ku fjala korrupsion mund të jetë përdorur 100 milion herë, dhe fjala përgjim 100.000 herë, dhe fjala hajdut 10.000 herë. Tani, imagjinojeni vetë se çfarë batërdie bëhet mbi daullet e veshëve të shqiptarëve që shohin akoma televizor, dhe çfarë bombardimi bëhet mbi retinat e syve të shqiptarëve që haberet e pazarit i marrin nga celulari. Pa llogaritur këtu ata të verbrit që e çajnë rrugën e jetës me shkopin e kryeplakut të botës gënjeshtrave dhe hedhin bomba artizanale te xhamia që të rrëzojnë narkoshtetin. Ekonomia rritet, e rrit korrupsioni. Prodhimi i përgjithshëm kombëtar rritet, e rrit korrupsioni. Buxheti i shtetit rritet, e rrit korrupsioni. Pagat rriten, i rrit korrupsioni. Investimet rriten, i rrit korrupsioni. Edhe zjarret i rrit korrupsioni, edhe shirat i rrit korrupsioni, edhe negociatat i hap korrupsioni, edhe kapitujt i hap korrupsioni, edhe piketat ndërmjetme do t'i kaloj korrupsioni, edhe bordin e paqes e mblodh korrupsioni. Shqipëria vet rritet në çdo drejtim fal korrupsioni. Ka disa ditë që po bëhet nami nga tenxheret për rrëshqitjen e rrugës në aksin Librash-Prenjas. Një rrëshqitje shumë më dramatike është në anën tjetër të kufirit. Në një autostradë nga më të reja të Greqisë. Dhe tenxheret e Greqisë nuk është se janë tenxhere pa presion. Nuk e kam kapur absolutisht asnjë lloj ngjashmërie me këtë lemeri këtu që edhe tokën e lëviz korrupsioni. Ndërkohë që në ata aks po bëhet një nga veprat më të mëdha të infrastrukturës, e cila do të jetë një tjetër krenari e kësaj qeverie. Ju kujtohet
rëshqitja e rrugës Korçërsek. Brenda fatit u riparua totalisht me fondet e sipërmarrësit. Rruga sot është e shqiptarëve. Ndodhi diçka që nuk duhet ndodhte, por këto nuk janë gjëra që nuk ndodhin askund dhe ndodhin vetëm këtu. Ndryshimi vetëm është që në Portugali, në Suedi, në Itali, në Greqi janë çështje gjeologjike. Këtu jo. Këtu janë çështje të korrupsionit. Dhe më e bukura në këtë mjerim lavazhesh mediatike të trurit është se të gjithë ata që janë kundër nesh i besojnë një për një të gjitha këto fjalë. E besojnë që një ministre lan makinën me 10.000 euro një dorë, se mbasi i hidhet shkum, i hidhet dhe qumësht dallandysheje. Dhe dallandyshet vriten me pushk nga ministri tjetër, që me puplat e tyre shet jastëk. E besojnë që dikush tjetër ka 300 shtëpi, dikush tjetër ka 2 anije, dikush tjetër ka... Dhe prandaj vetë zoraxhin të lavazheve, ata të parave të zezë që i marrin në dorë pas debateve antikorrupsion, nga që kanë shplar kaq gjatë dhe trut e tyre duke përsëritur këtë refren, dhe i besojnë kaq verbrisht ekzistencës së pushtetit absolut korrupsionit në Shqipëri. Budallepsen, e keni parë si budallepsen fare kur bëhet numërimi i kutive të votimit? Se rrinë atje dhe presin që më në fund të dalë fitoria mbi narko-regjimin dhe ju del prap po i njëjti. Noc Roku. Mi po e vërteta është se kjo zhurmë e pambarim të është e dëmshme për shoqërinë. Kjo është e vërteta. Dhe përveç Shqipërinë padyshim. Shikojeni Malnezi. Është bashkë me ne në krye të rreshtit për të hyrë më fund Bashkimin Evropian. Ka të njëjtat probleme si ne, pak a shumë. Po keni parë ju ndonjë bombë artizanale që nga Podgorica të shkojë të shpërthejë në përfaqet e gazetave të botës? Asnjëherë. Jo se atje nuk ka opozit, as se atje nuk ka opozita arsye për të qenë e palumtur. Po se atje One and Only është një hotel i jashtëzakonshëm me 5 yje, ku turistë nga gjithë bota me të ardhurat larta kontribojnë në të ardhurat e shtetit malazes. Kurse këtu One and Only është një plak i marrë me 5 dërrasa mangut, që të hej zvar pas vetes 500 vetë me krejt dyshemen për tokë, që kontribojnë me pasion për të cënuar me çdo kusht imazhin e Shqipërisë, duke shpërndar fotografi. Dhe One and Only në solla këtu, jo se mu përshtat me dellin tim satirik, po sepse eksaktësisht CEO-ja i One and Only dhe eksaktësisht pas publikimit të këtyre fotografive në një val të shkuar të protestave, më ka marrë në telefon. Qa po ndodhe tje? Sepse ishim dhe jemi në diskutime me ta për ta sjellën në Shqipëri One and Only. Dhe është një detaj se si afektohet Shqipëria nga një barbari e tillë. Tani, natyrisht që unë nuk do t'i shmangem sot këtu temës që lidhet dhe me Belinda Ballukun, por nuk do të merrem me procesin që ka nisur në parlament,
sepse normalisht të pres edhe raportin e Këshillit të Mandateve, përpara sa të them dhe unë fjalën time në mënyrë shtërruese për temën e imunitetit. Por, duhet ndaj me ju këtu diçka që e kam thënë edhe pa praninë e publikut përmes mediave. Melina Bakaluku mua më ka dorëzuar dorëheqjen 3 herë. Qysh në mbrëmjen e ditës kur ju ngrit akuza në fillim, jo për korrupsion, se është shumë interesant që ndërkohë që të gjitha tenxherët bëjnë llogarit duke marrë shumat e shpenzuara për të ndërtuar të gjitha ato vepra, akuza nuk është për korrupsion. Nuk ka akuzë për korrupsion. Por për paparazin tendera. Pastaj ma ka sjell përsëri me shkrim dorëheqjen kur u bë pezullimi dhe pastaj edhe një herë të tretë kur u ripezullua nga mosvendimi i gjykatës kushtetuese. Siç u kam thënë, e kam hedhur unë poshtë kategorikisht idenë e dorëheqjes. Dhe pse vlen kjo të përsëritet? Dhe pse dua që ta ndaj dhe publikisht? Sepse unë kam bindjen që në këtë fazë revolucionare të jetës institucionale të vendit, kur ndryshe nga vendet me drejtësi dhe me institucionet të konsoliduara, në Shqipëri drejtësia sapo ka nisur ta shijojë pavarësinë, ne nuk mund të hymë në vallën e dorëheqjeve automatike sa herë ngrihet një akuzë. Po duhet bëjmë secili punën e vet, ne tonë drejtësia të vetëm. E di unë shumë mirë edhe teorinë edhe praktikën europiane të dorëheqjes morale, e cila megjithatë nuk praktikohet kudo dhe kur do erë një lloj as në Europë, por sot në Shqipëri, kur sidomos përmes SPAK-ut drejtësia ka filluar të bëjë një shërbim të pamohshëm për vendin, por po bën dhe një dëm serioz kolateral mbi administratën, duke e përmbysur faktikisht, rregullisht, parimin e shenjtë demokratik të prezumimit të pavarësisë, mekanizmi i qeverisjes së vendit nuk mund të kurdiset dhe të shkurdiset sa herë prokuroria ngre një akuzë. S'bëhet dot. Është shumë kollaj të thuash në Gjermani një ministër i akuzuar jep automatikisht dorëheqjen, po për shembull kjo nuk ndodh në Itali. Madje edhe në Francë nuk ndodh gjithmonë. Madje në Francë, ministri i drejtësisë qëndroi në zyrë kur ju ngrit një akuzë shumë e rëndë dhe mori dhe pafajësinë në zyrë. Por kush i bën këto krahasime, nuk duhet harroj se përtej këtyre që them unë, Gjermania është një shtet model i së drejtës. Prezumimin e pafajësisë Gjermania e ka në një piedestal ari. Nuk imagjinohen dot në Gjermani tezgat, lavazhet dhe tenxheret e pazarit politik dhe mediatik, të mbushura me materiale të nxjerra vjedhurazi, me bekimin e prokurorëve nga dosjet hetimore. Dhe ku, në Gjermani, gjykata i bën të pavlefshme ato materiale që dalin rrugëve dhe që mendohet se kanë cënuar balancën e drejtësisë, duke u përdorur si ushqim mediatik për të influencuar rezultatin e procesit. Jo vetëm kaq, po në Gjermani dhe në tjera vende europiane drejtësia nuk merret me gërmime në të kaluarën e ministrive dhe të agjensive, sepse nuk e ka fituar pavarësinë para 10 vjetësh. Dhe nuk e ka filluar punën prokuroria e pavarur para 5 vjetësh. Po prej shekujsh,
prezumimi i pavajsisë në Gjermani është në pjedestalin e artë nga kus se ka zbritur askush. Pa llogaritur kohrat e tmerrshme që ka kaluar Gjermania në një fazë të historisë vet. Kështu që atje nuk ka dyshime të natyrës historike mbi korrupsionin për të qëmtuar në për arkivat e dikastereve të qeverisë. Siç ndodh këtu, ku siç e thash, mbi 85% e çështjeve i takojnë mandatit ton të parë dhe dytë. Apo ndonjë çështje i takon dhe atyre paranesh, po ato të atyre paranesh janë çështje që nuk kanë ngut ato. Ndërkohë që 700 tenxheret e pazarit ton bubullojnë më shumë se asnjëherë për korrupsionin që na qen nga më i madh se asnjëherë. Dhe nga ana tjetër, as në Gjermani dhe as në demokracitë e tjera të konsoliduara të Europës nuk ka një kompani transporti prokuroria, ose më saktë nuk funksionon prokuroria si kompani transporti që merr male me dokumenta nga arkivat e ministrive, të agjensive dhe i çon në zyrat e prokurorisë. Madje, tani është arritur dhe një nivel tjetër. Se deri dje ishte niveli që një konkurrent i mërzitur pse humb një tender, i shkruan spakut, pa dhënë as edhe një provë, vetëm duke bërë fantazinë e tij dhe hapet hetimi mbi bazë dokumentash. A thua se shteti nuk i ka institucionet që merren me shqyrtim e dokumenta. Po tani kërrehen dhe futen në furgon edhe dokumentat e një tenderi që është në proces, që nuk ka mbaruar fare, është në proces. Po në Gjermani këto nuk i imagjinon dot njeri, sepse andej kufit mes problemeve administrative dhe problematikës penale janë shkruar përpara se sa ata të nxirrin shtyp shkronjën. Jo si në Shqipërinë e kësaj faze të re historike në drejtësi, kur drejtësia e pavarur duhet të rritet duke mësuar. Po duke mësuar në kurriz të lirive dhe drejtave të njerëzve. Duke mësuar edhe deri në dhunim të administratës apo të sipërmarrjes. Se është kollaj të marrësh të pandehur një tufë sipërmarrësish edhe ti linçosh publikisht. Po ata sipërmarrësit kanë kredi nëpër banka, ata sipërmarrësit kanë plane zhvillimi, ata kanë mira njerëz për të shyer dhe kur ju del emri ashtu bankat ju thon stop, shkoni sqaroni një herë, pastaj hajdeni prapë. Ndërkohë që prezumimi i pafajësisë do të ishte i mjaftueshëm që dhe ata sipërmarrësit dhe ata punonjësit administratës të hetoheshin në gjendje të lirë, pa u linçuar publikisht, duke ju dhënë të gjithë respektin që meritojnë si qytetarë të Republikës së Shqipërisë, dhe madje duke pasur shumë mirë parasysh që mund të jenë të pafajshëm. Dhe kundërshtarët tanë s'kanë arsye ta kujtojnë, përkundrazi, por ne s'duhet ta harrojmë për asnjë çast se ne jemi këtu për çuar punët e shumta përpara, pa e ulur po duke rritur ritmin. Dhe prandaj u zgjata në këtë panoram mjegulle, sepse është shumë e rëndësishme që ne të fokusohemi shumë më tepër në punët tona dhe të përqendrohemi shumë më tepër në objektivat tona, duke parë të gjithë përpara dhe duke shmangur shikimet mbi njëri tjetrin, mendoj unë. Dhe sigurisht drejtësia ka detyrë të hetojë, të gjykojë, të ndëshkojë apo të pafajsojë, krejt e pavarur prej nesh, ndërsa ne kemi detyrë të realizojmë objektivat, të marrim vendimet e duhura dhe të zbatojmë programin për të cilin jemi zgjedhur. Krejt të pavarur nga drejtësia.
Koha e të ashtu quajturave dorëheqje morale nuk diskutohet që do të vijë, por pasi të kaloj kjo fazë revolucionare e pavarësisë drejtësisë, ku Shqipëria figuron si vendi me një rekord të zymt evropian, që unë e përsëris dhe e përsëris, dhe sfundmi u fut edhe në Guinness, si vendi unikal i botës, i planetit, i historisë botës, ku një gjykatës i jep drejt një prokurori mbyllur atje dy bashkë në një zyrë për të pezulluar një ministër. Apo ku një gjykatës apeli i jep drejt vetes që t'ja kërcasi kokës dy fish dënimin atij që shkon ankohet në apel për të marrë një dënim më të lehtë. Këto janë rekorde për Guinness, këto nuk kanë ndodhur ndonjëherë. Tani, për ta mbyllur, se nuk rrit dot pa e sjell këtu dhe një fakt tjetër, në një bisedë para jo shumë ditësh me disa nga shokët e grupit, s'kishte asnjë shoqe, çuditërisht, mu tha trosh se unë duhet ndihem përgjegjës për reformën drejtësi. Cop. Natyrisht jo vetëm unë, se ka dhe një tjetër këtu që duhet të jetë përgjegjës. Por aty mu tha mua cop. Sepse jam unë fajtori kryesor që kjo reform ka prodhuar këto efektet e dëmshme anësore. Jam i bindur që jo vetëm ata, po duhet të ketë plot këtu që mendojnë njësoj si ata, dhe që edhe si disa ish mbështetës të flak të reformës në drejtësi në mexhelisi mediatik, i përmbledhin të gjitha këto në një fjalë që unë as e kam thënë dhe as do ta them ndonjëherë, dështim. Tani unë e mirë kuptoj zhgënjimin jo dhe aq të shokëve që e kanë votuar reformën apo kanë punuar për të, sepse ta quash dështim reformën drejtësi nga pozitat e mbështetësit dikurshëm mediatik të saj, je në drejtën dhe mbas edhe në detyrën tënde për të vënë alarmin, sipas perceptimit tënd. Por ta quash dështim nga pozitat e grupit projektues dhe miratues saj, do të thotë të mos shohësh më larg ditës së sotme, të mos llogarisësh përtej kostove aktuale dhe të mos vlerësosh më shumë se sa komoditetin tënd. Ndërkohë që unë kam qenë dhe mbetem kokfort në mbrojtjen e bindjeve të mia, jam gjithnjë më pak rezistent ndaj mundësisë që ta kem gabim. Por jam interesuar të kuptoj kur kam gabuar, ku kam gabuar, që do thotë se kam problem të pranoj gabime. Kjo është provë e sigurt që nuk jam më i ri. Por sinqerisht jo vetëm që nuk e gjej asnjë arsye strategjike për ta pranuar opinionin se reforma drejtësi ka dështuar, dhe as pak për kokfortësi, po e them prap këtu mbas gjithë këtyre që thash, 100 herë të thesha mbrapsht, 100 herë do zgjidhja reformën drejtësi me të gjitha të mira dhe të këqijat e ardhura prej saj, krahasimisht me alternativën, atë batakun e llahtarshëm, pa asnjë dritë të ardhme, pa asnjë shans për të marrë respektin e askujt dhe pa asnjë mundësi për të ndjerë i respektuar në rast se larg qoftë rrugat të çonte nga ajo derë. Nuk i hedhun poshtë shqetësimet që ndan me mua shokët në fjalë, apo gjithçka që ju ndani mes jush për problematikën e mprehtë të këtyre efekteve anësore në jetësimin e pavarësisë drejtësisë,
Ashtu sikur unë respektoj shumë për i të vërtetës edhe pse nuk e ndaj opinionin atyre që janë thellësisht të zhgënjyer dhe që e thonë publikisht nëpër media si aktor mediatik. Por ka një gjë që nëse gjithë tjerët mundet vetëm të konstatojnë, duke shkuar nga ekstremi i hosanave për drejtësinë që vret dhe pret, me gjyq pa gjyq, me prova pa prova, me drejt pa drejt, nuk ka asnjë rëndësi, sepse rëndësi ka të vriten e të priten sa më shumë njerëz tek ekstremi i deklarimit dështimit reformës në drejtësi, detyra jonë është të udhëheqim. Duke qeverisur sa më mirë çdo ditë, pa u ndikuar në këtë proces nga hyrje dalje të drejtësisë në territorin që kushtetuta na e ka njohur si hapësirë të pavarësisë son, si dhe duke reformuar dhe përmirësuar në mëtej kuadrin ligjor të Republikës së Shqipërisë. Pa harruar ama asnjë çast se konteksti krejt i ri historik i negociatave të antarësimit na detyron të mbajmë pesha gjithnjë dhe më të mëdha në aspektin e parafrimit të ligjeve tona me ato të Bashkimit Evropian, por dhe na jep mundësinë që të përfitojmë nga eksperjenca dhe ekspertiza më e kualifikuar në çdo fushë të interesit tonë dhe sidomos në fushën e shtetit të drejtës. Kush në radhët tona mendon sot se reforma e drejtësisë ka të shtuar, sepse dje ka menduar që ajo do zbatoj pa gjak, pa lot, pa djers, në radh të parë brenda familjes tonë politike, duhet ta gjej te vetja fajin që ka qenë dritë shkurtër. Ndërsa kujt është duke menduar se unë po i them këto fjalë pa i besuar as vet, apo se kështu i do drut mushka e Europës, ju them ktheuni tek fjalët e mia shumë herë më parë për drejtësinë. Para miratimit, gjatë miratimit dhe pas miratimit të reformës, dhe pa filluar fare ky përshkallëzimi i pritshëm i viteve të fundit. E kam thënë dhe herë tjera unë, që nga gjitha reformat që bën politika, kjo e drejtësisë, kur është e vërtet, është më e rënda, sepse lidhet drejt për drejt me lëkurën e politikës. Prandaj nuk u bë kurrë një reformë e vërtet në drejtësi, dhe prandaj nuk pati kur drejtësi në Shqipëri, dhe prandaj asnjëherë nuk e pan shqiptarët një njeri me pushtet të shkonte para drejtësisë, qysh nga viti 1912 deri kur ne së bashku, unë me ju, vendosëm të bëjmë reformën e vërtet duke hyrë detit në këmbë. Dhe e bëm. E bëm sepse o e bënim ne këtu, ose bënte dot askush tjetër. Njësoj si Shqipërinë 2030 në BE, o e bëjmë ne, o askush tjetër se bën dot. Shikojini vetë rreth e rrotull, që nga hunjt e vjetër dhe të thyer që juve që shkoni e hyni në përzyrat e kuvendit i takoni për ditë korridoreve, tek filizat e rinj dhe të shtrëmbër që i keni nga ana tjetër e bulevardit poshtë dritares time, e deri tek ballisti Agron dhe komunisti Arlind, që i mbajnë syt të gjithë ke stacioni i trenit, duke pritur që Spaku t'i hap rrugën njërit për kotecin e pulave qyl, tjetrit për kasollën e Kaligatit me yll. Unë nuk dua ta relativizoj problematikën e mpret, shumë të mpret të efekteve anësore të reformës në drejtësi, përkundrazi, por dua që të sigurohem se të gjithë ne këtu do ta mbajmë shumë fort parasysh beben, përpara se sa të derdhim ujin e pistë, që do ta derdhim. Sepse reforma në drejtësi është një investim strategjik i Partisë Socialiste të Shqipërisë. Për një ndryshim të pakthyeshëm historik në plot kuptimin e fjalës, si pavarësimi i drejtësisë dhe çdo diskutim, reflektim apo vendimi yni si ligjvënës që zotrojmë jo rastësisht
jo rastisht, thonë që kur populli zgjedh, populli ndjen. Dhe është ajo që populli ndjen që shtyn rezultatin në drejtime të caktuara që nganjëherë befasojnë të gjithë ata që i shikojnë gjërat nga lart dhe jo nga poshtë siç ishte njeriu i zakonshëm. Por ne, si zotrues të kësaj shumice të cilësuar, në lidhje me sistemin e drejtësisë duhet të udhëhiqemi nga kjo e vërtetë e madhe. Dhe duhet i shërbejmë vetëm kësaj vërtetë të madhe. Drejtësia e pavarur është investimi më i madh strategjik i Partisë Socialiste për të gjithë brezat që vinë. Asnjë hap mbrapa, pavarësia e gjyqësorit nuk preket, vetëm forcohet, spaku nuk preket, vetëm mbështetet, hapa përpara po, pa asnjë diskutim. Politika penale, procedurat penale, garancitë juridike për nëmpunësit civil, dënimet alternative, rivizimi i kufive mes çështjeve penale dhe atyre administrative, se janë bërë si ato vijat e bardha që kanë vetëm namin, po jo nishanin, dhe natyrisht në radhën më të parë ngritja e pjedestalit të shëmbur të prezumimit pafajësisë, jo vetëm si i parim universal i lirisë dhe drejtat e njeriut në një rend demokratik, po edhe si një domosdoshmëri shoqërore për një vend si yni, i cili ka dalë nga një traumë dehumanizimi, si ajo diktaturës prokurorëve dhe gjykatësve të kohës komunizmit, pasojat e cilës luajnë ende sot rolin e tyre edhe në jetën e sotme institucionale të vendit, janë çështjet tona. Në radhë parë, janë përgjegjësia jonë. Ata 58% shqiptarë dhe shqiptare që rrinë në përburgje pa gjyq janë çështja jonë dhe janë përgjegjësia jonë. Ai numër rrënqethës që vendos Shqipërinë të parafundit gjysmë hapi para Rusisë për raportin mes dënimeve dhe pafajësimeve është çështja jonë, është përgjegjësia jonë. Dhe këto nuk na i merr dot askush, këto nuk ja delegojmë dot askujt, dhe për këto duhet t'i përgjigjemi ne në radhë parë gjithkujt. Është një tematik e vetë vendosur në rendin ton të ditës. Prandaj jemi angazhuar si fillim me Ministritë e Drejtësisë Italisë dhe të Francës, na kanë vënë në dispozicion një rrjet ekspertësh më të mirët që ata kanë në fushën e politikës penale dhe të procedurave penale, me Këshillin e Europës, që po ashtu na ka vënë në dispozicion ekspertët e vet, për të hartuar një dokument ndryshimesh lidhur me procedurat penale, të cilin natyrisht do ta konsultojmë edhe me Komisionin Evropian. Edhe draftin e ri të kodit penal, një punë kolosale e një grupi ekspertësh të pavarur në udhëheqjen e drejtorit të Shkollës Magjistraturës, profesor Arben Rakipit, pasi u reflektuan prej grupit edhe një lumë vërejtjesh të nxjerrë nga konsultimi publik, do ta e kemi ndarë së bashku me ata që thash, me mbështetjen e këtyre ministrive, si dhe të qeverisë së Hollandës, e cila na ka vënë bujarisht në dispozicion një ekspert me shumë përvojë. Prandaj, të qëndrojmë tek fokusi, të përqendrohemi më shumë se asnjëherë tjetër tek punët tona, dhe si përfundim propozoj që marsin dhe nëntorin ne t'i bëjmë 2 muaj të familjes son të madhe socialiste, që të rikthehemi tërësisht aty ku e kemi dhe burimin e fuqisë son, për të hapur një odë të dialogut brendshëm me antarët e me simpatizatët tanë për gjithçka
që ne duam të ndajmë me ta dhe për gjithçka ata duan të ndajnë me ne. Faleminderit shumë për durimin. Uroj dhe shpresoj që zgjatja e zakonshme e fjalës të mos ketë sjellë mërzi tek asnjëri prej jush. Faleminderit. Një gjë për sa i përket kësaj teme, në fund mund të bëjmë një diskutim nëse dëshironi, ndërkohë që vazhdojmë me agjendën dhe me diskutimet sipas sektorëve. Pra jam edhe unë i gatshëm që të përgjigjem pyetja apo të dëgjoj cilin do që ka diçka për të thënë lidhur me gjithë sa tash. Faleminderit, kryetar. Po pas raportimit të ministrave dhe një raportimi dhe nga ana ime në cilësinë jo vetëm kryetarit grupit, por edhe si antar i Këshillit të mandateve, padyshim që do kemi një moment diskutimi për fjalën e kryetarit dhe për çështjet që ngriti kryetari në fjalën e vet. Por tani kalojmë tek pika 2 e renditditës kësaj mbledhje.